dhe cilësinë e dëshmitarit këtë proces penal e juridik. Në cilësinë e dëshmitarit i të drejt deri në përfundim procesit gjyqësor deklarohesh për kërkesë për kompenzim domeve, kërkesë pasurore juridike. Kurse si dëshmitari ki obligim ligjor të atush të vërtetën dhe vetë të vërtetën, nuk gëzën me hesh kur gjo par atë qedit, sikurse nuk gëzën me dhonë dëshmit rajshme, se nëse vërtetohet se kemi dëshmit rajshme, atëre keni kryeni vepra penale cilat ligjet si pas kodit penal të Republikës së Kosovës. Ki të drejt mos përgjigjesh në të pyetjet që në përgjigjet e juaja e involvon vetën në kryerjen e ndonjë vepre penale apo ta përmetu, ose e qit një vepër apo ta përmetu para në ndonjë dhomë të madh moral apo në material. Pyetjet tjera duhet përgjigjes, nëse si kupton pyetjet kërko sqarime. Po edhe mos u shpejto mu përgjigjesh pa e marrë pyetjen. Se edhe pyetja dhe përgjigjet duhet konstatuar proceduralisht, pavarësisht se seanca është duke incizuar me audio-incizim. Iako se snima audio-snimkom. A jemi qartë? Nëse të vitet pauzë ose diçka tjetër, fillimisht shkon me pyetje prokurorit, pastaj sipas radhës mbrojtësit të akuzuarit edhe fondin e procedues. I na kraju sudsko veçje. Faleminderit. A je gati? Po. Unë prokuror. Gjes. A munëm? Shpitalu në vazhdu? Shpital po besoj që je njoftu për shka njoftusën. Сведок че веруем да се upoznat i zašto Pa se tjetër. pozvani danas. Da. Ernest, juve keni dhënë një deklarat në lidhje me Dali jednu izjavu ngjarjen për cilën sot u jemi vezi këtu. događaja za koje ste danas Dhe pozvani. atë me datë 28/10/2025. 28.10.25 godine. A qëndroni pranë asaj deklarate që keni dhënë në Da li polici? stojite pri toj izjavi koju ste dali? Po, qëndroj pranë deklaratës që kam dhënë. Stojim pri izjavi koju sam dala. Nuk është me pështim duar të që... Okej. Atëherë, po. Mundeni gjykatës dhe të pranishme Da li možete sudu i prisutnima të tregoni në lidhje me të dhënat tuaja profesionale dhe u vezi vaših profesionalitet? çfarë funksioni keni kryer Koju funkciju ste izvršili në kohën kur është kryer sulmi terrorist në kanalin e kada je Iberlepicit? izvršen teroristički napad u kanalu Iberle. A e kuptove video? Po. Okej. Unë Ernest, Po. pyetjen e dëgjon te prokurorit, përgjigjen e drejtuar. Okej. Se ndoshta s'ke pas rast. jo, sefte. Jo. Unë jam në Iberlepens, në ndërmarrjen publike Iberlepens, Ja sam u javnom preduzeću Iberlepens, drejtor në departamentin ujë dhe gjenerimi. to u departamentu Ujë dhe gjenerimi. voda i regenerisanja. Departament e cili e mbulon liçenin e ujmanit, Koji pokriva i cili e mbulon liçenin e ujmanit, koji pokriva jezero kanalin kryesor, glavnom kanalu, hidrocentralin, hidroelektranat. Hidroelektronët. Po. Edhe të gjithë infrastrukturën u celu infrastrukturu e cila ka të bëjë me ujë koja ima već sa vodom dhe distribuim të ujit i distribuciju vode dhe prodhim të energjisë elektrike. i proizvodnju električne energije. Në pjesën e sipërme të infrastrukturës U sonë, gornjem delu naše infrastrukture, në gjithësisht në pjesën kur është sulmu infrastruktura jonë, te je napadnuta naša infrastruktura, neve e qumi akvadukt, mi to nazvamo akvadukt, për arsye se transporton ujin zbog razloga što pe një pike vodu iz jedne tačke në pikën tjetër. na drugoj tačci.
Gjithse i kemi shumë asi akvadukte No, imamo mnogo takvih akvadukta në infrastrukturën tonë, u našoj infrastrukturi. të cilët dallojnë për ka gjarësia, lartësia Širine, dhe vendodhja. i gjerësia. Gjerësia, po, Edhe? vendodhja. I mesta gjerësia. Në kohën kur ku marrë njoftimin U vremenu kad sam dobio saopštenje prej punëtorëve tonë, od naših radnika, rreth orës 7, oko 7, a më pak, E orës 7 në mëngjes. në mbrëmje, oko 7, u 19 në mbrëmje, për sulmin në infrastrukturë, za napad u infrastrukturi, kom njoftu ekipet, upoznao sam ekipe kom njoftu edhe kryeshefin egzekutiv, i izvršnog šefa Cili sam është? upoznao, Faruk Mujka, koji je Faruk Mujka, për ndodhin që neve nuk kem, za događaj që na ka ndodhë, nuk kem ditë koji nam se desio damin i nismo znali štetu dhe lokacionin e sakt. i tačnu lokaciju. Pas njoftimit të prej punëtorëve tonë, Nakon saopštenja od naših radnika, Pas njoftimit. ke marrë njoftim dhe bili smo nga policia e Kosovës i od strane policije Kosova dhe të gjithë ekipet që i kem pas në dispozicion, ekipe koje su bile na raspolaganju, i kem nisë për në atë pjesë. vodili smo ih na taj dan. Pas një kohë të shkurt, unë e kam rri prej Gjilanit, Nakon jednog kratkog vremena ja sam stigao iz Gnjilana së bashku me kolegë zajedno sa kolegama në vend ngjarje na mjestu događaja dhe kem pa që i vidjeli dami smo da šteta ishte jashtëzakonisht i madh. je bila jako velika. Nuk në nesi ndërmarrje Mi kao preduzeće nuk jem ballafaqu asnjëherë nismo se nikada suočili me asnjë dëmi. sa takvom štetom. Më vazhdu? Po, në sen se hinë në temë, tash, po vazhdo. Okej. Fatmirësisht, Za sreću kem pas ekipe imali smo ekipe me makineri të rëndë, sa teškom makinerijom të cilët kanë qenë duke punu në komunën e Zubin Potokut, u opštini Zubin Potok, për afërsisht dikun afër 4 km e gjys prej vendit ndo. 4,5 kilometara od mjesta događaja, Prej vendit ku ka ndodhur ngjarja, od mjesta gdje se desio događaj. i kem thirr ekipet Pozvali smo ekipe, dhe kem fillu me mendu počeli smo në sanimin e damit počeli smo sa viškom kako da saniramo štetu, në mënyrë që uji da voda të mos ndalej në rrjedhën e poshtme da të se kanalit. zaustavi u donjem delu. Pasi kem prit leje prej policisë Nakon što smo čekali dozvolu od strane policije edhe organeve i kompetente, nadležnih organa, neve kem ndërmarr masa smo preduzeli mere që në atë pjesë të dëmtuar të kanalit u tom oštećenom delu kanala ta vendosim një zgjidhje të përkohshme da stavimo neko privremeno rješenje. Da nađemo neko privremeno rješenje. me qenë se dami ka qenë i madh, Budući da je šteta bila velika, zgjidhja e cila e kem boa ditë rješenje koje smo tog dana uradili nuk ka qenë 100% funksionale, nije bilo 100% funkcionalno. edhe pse kem vendos Iako smo 6 gypa namestili 6 cevova me diametër 900, pi 900, sa dijametrom fi 900 në mënyrë që na način tako da uji të vazhdoj voda nastavi dhe të mos ndalet për i da se nas zaustavi Kosovën B, po termoelektranën Kosovë. termoelektranu Kosova. Ernest. A mund është mi të tregu gjykatës Možete da kažete sudu, objasnite sudu se çfarë rëndësie ka kanali i Beljepencit ima kanal Ibar Lepenca në raport me termoelektranën B dhe furnizimin e ujit për qytetarët e i Kosovës. snabdevanjem gradskih za građane Kosova. Po, patjetër. Edhe në cilësinë e
i u svojstvu përfaqësuesit ose drejtorit të IBLP-cit, ili direktora IBLP-ca, edhe në cilësinë time si inxhinier, moje svojstvo kao inženjer, kanali i IBLP-cit kanal IBLP-ac është arterja kryesore i glavna arterija pa të cilën bez koje nuk mundet me funksionu ne Kosova može da funkcioniše Kosovo. në konceptin energjetik, U energetskom smislu një është edhe në konceptin e furnizimit me ujë. i u smislu snabdevanju vodom. Po e thon këtë se ky ujë Kažem, jer ova voda i cili vjen nga liçeni i Ujmanit koja dolazi iz jezera Gazivota, dhe përfundon në pikën e fundit ku završava se u zadnju tačku merr Kosova be ujë, gdje se Kosova snabdeva vodom, është i nevojshëm je potrebno për ftofjen za slađivanje e turbinave të turbina termocentralit Kosova B. termocentrale Kosova. Me një fjalë, S jednom rečju, pa ujë neve bez vode si Kosovë nuk mundemi me prodhu energji elektrike. proizvodimo energiju. Dhe tash pa energji elektrike neve fatkeqësisht në këtë kohë nuk mundna me funksionu. Ne možemo na ovo vreme da funkcionišemo. Edhe Bez električne energije. edhe një gjë tjetër që duhet I još jedna druga stvar thuaj se gjysma e koju treba navesti. Kosovës Otprilike pola Kosova, mbi 500.000 banor više od 500.000 stanovnika, furnizohen me ujë snabdevaju se vodom prej kanalit të iz IBLP-cit. kanala i Barlekovca. Pun- Sa kanala 500.000 stanovnika. Sa kanala i Barlekovca. Furnizohet me i përmen edhe qytetet që furnizohen. Mogu da navedem i gradove koje se snabdevaju ovom vodom. Qytetet që furnizohen prej ujësjellësit rajonal të Mitrovicës Iz vodovoda iz Mitrovice su. dhe qytetet që furnizohen prej ujësjellësit rajonal të Prishtinës. Koji se snabdevaju iz vodovoda iz Prištine. Për këtë arsye, kanali Razloga, 100% sa furnizohet prej liçenit të Ujmanit e sa da li prej možete da Prishtinës. kažete koliko posto se snabdevaju sa Gazivota, koliko sa Prištine? Prishtina që ky qytet furnizohet prej 3 burimeve këtë rast Se tash. snabdeva iz 3 Prej Batlavës, mjesta sa Batlave, prej Badovcit Badovca dhe prej Ujmanit. i Gazivoda. Ata prej Ujmanit i marrin dikon 600 litra në sekond. Uzimaju oko 600 litara na sekund. Dikon deri në 30 deri në 40% në bazë njohurive të mia. Prema mojim saznanjima, oko 30-40% Ata ujësjellësi rajonal e Prishtinës e merr ujin prej liçenit, Prištine uzima iz jezera, liçenit tonë. iz našeg jezera. Dëshmitar, Sve dobro. juve e potencuat që ka qenë një dëm i jashtëzakonshëm. Čekajte. Dëm. Niste naveli da je bila jedna velika šteta. A mundesh mi tregu gjykatës, Da li možete da kažete sudu duke marrë parasysh edhe impaktin që e ka furnizimi me ujë, këto dy aspekte që i potencove, ova dva smisla koje ste naveli, për sa kohë ka zgjatur ndërprerja e furnizimit me ujë trajao prekid snabdevanja vodom dhe më konkretisht cilat zona tačnije koje zone janë dëmtuar me mos furnizim të ujit për qatë periudhë kohore. Në qoftë se Neve kem arrit mi smo postigli në natën kritike, në ditën e parë, znači prvog dana me e kthy furnizimin vetëm 75% samo 75% të furnizimit të rregullt. redovno snabdevanje. Prej kohës kur ka ndodhur sulmi rreth orës 7 të para, Desio na napad 7 časova, neve rreth orës 2 mi oko 2 časova kem arrit me smo postigli funksionalizu da funkcionišemo. zgjidhjen e parë. Prvi solution. Zgjidhjen e parë. Pas kësaj, nakon toga, pos që kjo zgjidhje nuk ka qenë funksionale, osim da to nije bilo funkcionalno,
për shkak damit në pjesë, Korištenje nije bilo funkcionalno zbog štete për shkak damit në pjesën e fundme të akvaduktit, na zadnjem delu akvadukta. Neve kemi vazhdu Mi smo nastavili me zgjidhjen tjetër. sa drugim rješenjem. Furnizimi për ujësjelca është ndërpre, Je prekinuto nëse unë e kujtoj mirë, dikon 3 deri në 4 ditë, eventualisht 5 ditë. 4, eventualno 5 dana. Edhe pas 5 dite, Nakon 5 dana ujësjelcat nuk kanë mujt me marë nisu mogli da uzimaju fillimisht në kapacitetet plota. prvo sa punim kapacitetima. Kaq. Përpos termoelektronës dhe Osim termoelektrane, konsumatorëve që kanë mësuar nga ky sulm, koji su imali štetu. keni planuar ndonjë ankesë nga ndonjë qytetar Primili neku žalbu od nekog građana që ka mundur të pasoj ndonjë dëm nga ky sulm? koji je mogao da ima neku štetu od ovoga. Nëse mu më kujtohet, tash që mbo dhe Ja se 3 vjetë, iako je prošlo 3 godine, kem pas një ankesë imali smo jednu žalbu nga një qytetar od strane jednog i građana cili jeton në anën e poshtme të kanalit, koji živi u donjem delu kanala. po nuk jam i sigurt ta ka pas ankesë me shkrim dhe Ne sećam se da li je bila pismena žalba. a e kem trajtu ajo për arsye se në mbëloj departamentin teknik, operativ. Tretirani jer ja pokrivam tehnički departament. A mundeni na tregoni Da li možete da nam kažete se a është përgatitur ndonjë raport mbi vlerësimin da e je dëmit të shkaktuar? pripremljen neki izveštaj o nanetu štetu? Za nanetu štetu. Neve domin e shkaktuar Mi nanetu štetu e kem sanu smo sanirali nëpërmjet një projekti putem jednog projekta i cili ka qenë paraprakisht duke u zhvillu, koji je bio prethodno u razvoju, i cili është së kredi e marrë tek banka botërore, to je taj kredit koji je podignut sa državne sa Svjetske banke që ka të bëjë me rehabilitimin e kanalit, u vezi rehabilitacije kanala me këtë kompani ose me këtë projekt, i sa ovom kompanijom i sa ovim projektom. neve e kem sanu damin që na shkaktu prej sulmit Štetu koja nam je naneta od napada dhe ky raport i ovaj izveštaj është përpilu prej je sastavljeno konsulencës, konsulencije kompanicë neve e kem angazhu për mbikëqyrje koju smo mi angažovali za nadzor për këtë projekt za ovaj projekat dhe bankës botërore i Svjetske banke dhe është dami është mbi 376.000 i šteta je više 376.000 sa është. 706.000 eura. Po. Juve keni paraqitur edhe kërkesë për kompenzim dëmi Vi ste podnali i zahtjev za naknadu përmes štete përfaqësuesës. Edhe putem të vašeg zastupnika. për sa i përket pandehurve, Što se tiče okrivljenih, më duhet të pyes që a i njeni apo i keni takuar ndonjëherë da apo li ih znate, da li ste ih sreli ikada? Jo, nuk i kom takuar asnjëherë. Ne, nikada nisam srela. As nuk i njoh. Niti ih znam. për momentin nuk kam ndonjë pyetje. Trenutno nemam Ndërkohë pitanja rezervohemi për pyetjet i tjera. rezervišemo pravo za naknada. Faleminderit. Keni pyetje për të shëndorit? Da li imate pitanje za svedoka?